Njerëz bukur, mirë se erdhët në episodin e radhës. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët. Sot kemi një personazh shumë karizmatik, një njeri shumë të njohur, personazh shumë i njohur, shkrimtar, i ka gjitha, është edhe një artist me atë madhe. Me ne sot kemi kënaqësinë Ben Blushi. Faleminderit që pranove të vish. Si që më keni ftuar. Përshëndetje, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Pranove ftesën. Kishim kohë që flisim në telefon. Nuk refuzoj asnjë podcast në përgjithësi. Në podcastin më pëlqen shumë kështu si stil televizioni. Është televizioni i ri për këtë ardhmes. Po. Çfarë mendim ke domethënë për podcastin me që e hape këtu? Shiko, një nga gjërat që do kisha që të bëja do doja të bëj podcast vet. Po kur shoh sa para keni ecë ju, e di do jem shumë brava kur ta filloj, kështu që nuk kam kurajë. Hajde kompliment. Po podcastet realisht janë këto televizionet e të ardhmes. Sepse si çdo njeri sot mund të bëj portal, çdo njeri mund të bëj podcast, pra mund të bëj televizion. Po. Edhe ndoshta në 10-20 vjet do ketë me televizione në kuptimin e saj klasik që e njohim. Do ketë secili televizion e vet. Edhe kush ka më shumë ndjekës edhe influencë, ai do marrë më shumë të ardhur. Në fakt mënyrë edhe pa hy podcasti kaq fuqishëm në treg, edhe vetë rrjetet sociale në farë mënyrë kanë qenë televizion, edhe janë bërë televizione personale, po them. Po, me vloggerat, me njerëz që faqe Facebook për shembull, nëse ka mira like, kupton, është i fuqishëm sa i televizion. Patjetër, dhe paguhen shumë mirë madje. Kjo është një ndër arsyet kryesore për cilat i bëjnë ato vlogger. YouTubeistët më të famshëm botë sot marrin nga po lexoja diku 80 dhe 100 milion dollar në vit. Ande ka kanale më të fortë në YouTube. Ne jemi akoma bebe në ky aspekt. Ne flasim në shqip, në politikë anglisht. Po, e drejtë është. I ndjek gjithë bota. Ben, faleminderit që erdhe, faleminderit që na ke sjellë dhurata me sa shohim. Kam se 2 libra të fundit, një album me fotografi dhe një libër që para sa një roman praktikisht, po, një roman. Si ka shkruar, lodh me ekspozitën, ke bërë një ekspozitë? Jo, jam lodh se i punë gati 3 vjeçare. Unë kam bërë shumë fotografi në përgjithësi. Nëse kohët e fundit jam bërë pak dembel. Fotografi që bëj unë nuk janë fotografi studiosh, janë fotografi dytesësh. Pra për të kap një foto, mund të ecësh 3-4 kilometra, ose 5 kilometra, ose 10. Po ti ecën me synime për ta bërë foton apo çose del, çose vjen? Unë jam i gjuetar që ecën në një pyll njerëzish në këtë rast. Edhe kur i del një subjekt, një gjë interesante, e shkrap. Edhe kështu e bëj, shkoj nëpër qytete të vogla, nëpër plazhe, edhe fotografoj. Je tip aventurieri, Ben? Domethënë të pëlqen aventura? Në ç'kuptim aventura? Aventura, domethënë të lëvizësh, të bësh trekking, të shkosh në male. Jo, këtë se kam. Nuk je. Jo, nuk jam njeri që shkoj. Unë nuk ka foto të natyrës, nuk fotografoj natyrën, fotografoj njerëz. Kjo që street fotografi, nuk është fotografi peizazhi. E kuptoj. Është fotografi njerëzish. Mos fotografoj natyrë. Është pasion që ka së fundmi apo ke pasur në fillim? Që bëra një pas, po se kam ditur. Edhe zbulova gati 3 vjetet e fundit, unë për gati 8 vjet jam marrë me televizione. Pra kam menaxhuar televizione. Duke menaxhuar televizione, me se duke kam zbuluar atë pasione. Dashurim për imazhin, për videot. Natyrisht bëj video, bëj fotografi, edhe kështu fillova ditë bleva një aparat të vjetër dhe fillova të fotografoj. Tani kam ja 50.000 fotografi në arkivën time digjitale. Po, mund të kem 50.000 fotografi. Ja 42 nga këto u zgjodhen edhe bëra një ekspozitë para një muaji, që u mbyll para 3 ditësh. Zakonisht fotografët janë manjak të tyre aparateve të vjetra me film. Ti je tek digitalja apo je tek analogja e vjetra? Unë jam digital sepse është çik vështirë, po. Se kam atë shprehinë e fotografit klasik. Po më nuk më intereson shumë teknologjia. Pra unë merrem me kompozimin, më pëlqen si të kompozoj. Teknologjia mund bëj fotografi të bukur dhe me celular, nuk ka të bëj fare. Ti se kupton. Pra nëse unë bëj ty fotografi edhe me celularin tim, Renisi e bën me një aparat, po themi, 10.000 euro, Leica. Nuk është se ndryshon shumë thua. Nuk e kupton shumë. Po, marrë. Se kupton shumë. Profesionistët e kuptojnë sigurisht. Por rëndësia kompozimi, jo cilësia e fotografisë si ndjesia e jepet gjithsesi. Po, jemi tepër tek emocioni që përcjell fotografia se sa tek teknika. E marr vesh. Po si është ky procesi i përzgjedhjes për shkak se ti ke 50.000 foto në ekspozitë që nxjerr 40. Si zgjedh për shkak çfarë kriteri? Kjo s'bo për këtë ekspozitë caktuar. Pra, kur ti bën ekspozitë ke gjithmonë pra fotografi lidhen nga një temë. Pra s'mund të ketë fotografi, po themi, dhe një qenie në astir, edhe një masë në Londër. Këto dy janë është lidhen. Po, ky album, mëse kjo, ky ekspozitë që kam bërë unë, quhet Shqiptar pa njohur, Unknown Albanians. Dhe gjithë këto personazhe që këtu janë njerëz,
gjithë pa njohur. Në disa raste që ti nuk i njeh fare dhe po e shohësh. Pra nuk i, për shembull, kysh me kurriz. Kysh me kurriz. Aha, mhm. Disa prej tyre nuk shquhen fare. Këta janë siluet. Po. Edhe kjo e panjohur e ka lidh këta njerëz. Pra kjo është tema, si thoshe, E gjithë si albumi dhe ekspozitës. Më vonë për shembull mund bëj ekspozit me këngëtar, e zë, no? Ose kam qenë të bëj ekspozit me tatuazhist. Po. Njerëz që kanë tatuazhe, punë e pëlqen shumë. Edhe janë duke kërkuar kështu njerëz që kanë tatu, bën një album me ata. Kjo është i temë. Po. Ose ti për shembull, ke tatuazh. Si mund të jetë temë me gra. Fotografon kur 50 gra të njohura dhe bën një temë. Kjo i lidh pra fotografi. Po kryesisht janë njerëz pa njohur ta që fotografon. Këta janë gjithë pa njohur. Jo vetëm këtë ekspozit, po në përgjithësi. Ka dhe njerëz njohur natyrisht, po në përgjithësi unë shkoj me njerëz pa njohur, ata më pëlqejnë shumë, sepse ata janë shumë rill, shumë të vërtet. Po, drejt. Ata janë natyral. Pra nuk kanë, ata janë bio të gjithë, ti. Ata qeshin çajin, lëvizin, vrapojnë, ikin, kanë frikë nga ty, bisedojnë, tregojnë histori. Edhe gjithë kjo përfshin ta kap këtë atë emocionin e tyre. Po në shumë përshtypje, e pasovon dhe në kopertin, këtë çuni me këto veshët simpatik. E kap kamerën këtu, ky është në Belsh. Ky djalë është në Belsh. Ishte papa. Unë po ta shoh për përballë nuk e njoh. Po. Pse? Sepse identiteti, karakteri i tij janë veshët fakt. Aha. I ka shumë të bukur vesh. Po. Edhe ky muri po ta shikoni, ky muri pak si ashpër, është muri një gazere ushtarake. Për betoni. Aha. E cila në Belsh ishte kthyer në një ekspozit kështu pikture. Kishin pastruar gazerën, kanë kthyer në ekspozit pikture. Ekspozojnë pikturë ndryshme. U shkova çoj ekspozitën ku shoftë një belund aty. Ishte kthyer mbrapsh edhe i bëra fotografi. A nuk është se i the Nuk është se ka pozuar me ta. Jo, ky ishte kthyer belundë me shok të vet. Edhe kam shkrepur të foto. Ishte sigurisht në një pozicion kështu pasiv, po rrinte. Po. Inshallah nuk i bë operacion veshë kur të rritet. Shpresoj jo, po dal mod tash. Shpresoj jo. Operacionet. Me që jemi të fëmijë, si ishte Tirana e fëmijërisë tënde? Si e mban mend? Kur vjen Astria kupton sa e bukur ka qenë. Tirana e para 40 viteve. Çfarë lagje rrit? Unë kam jetuar në Alidemin duhet. Alidem, po, në Alidem, po pak më lart. Kam ca informacion. Edhe pastaj kam dalë kam jetuar në Ministria e Jashtme. 3-4 pallate mbas Ministrisë së Jashtme. Po. Po unë nuk kam qenë çun lagje, pra nuk shlytëreja shumë lagje. Edhe nuk kam kujtime nga lagja. Gjithë miqtë e mi kanë pas në zona të tjera të Tiranës. Unë kam qenë në Fanoli, pastaj ke imnajës të me frashri. Gjithë miqësitë tona ishin atë zonë, pak a shumë. Lëvizje sishe në Alidem gjithë kohës. Po këtë s'kisha arë në erdher, këtë kanë qenë fushë, më duket. Fushë ka qenë, fushë. Deri para 15 viteve vetëm pak pallate ka pas. Po të vije këtej në Tiranë që si kanonar, se shkojnë në kooperative bujësore, këto ishin zona në bëje. Po këtu kur ka qenë komuna Parisit, këtu ka qenë larg fare. Ka folëm një herë për këtë që ka qenë fushë, me kishte London apo kush ishte që na tha që ka qenë fushë fare që nuk kalonim. Me kiçëm duhet po. Se majmën. Po imagjino komuna Parisit ka qenë rrethin atëre. Para se të bëjnë të pallatet që zhvillu veni. Në gjunaf, sepse duke qenë fushë kjo do të ishte shumë simetrike si zonë. Ishte në New York, po shkosh në New York, ata s'kan emra nuk kanë numra. Numra 1, numra 2, numra 3, pse se orientohesh me kollë. Kur është bërë ajo parcel, është ndarë në letër, e kupton? Po, tamam. Kurse kjo nuk është ndarë në letër, kjo është ndarë rrugë. Pra secili ka bërë rrugën e vet dhe rrugë janë të shtremta. S'ka urbanistik tamam, nuk ka urbanistik katrore. Çfarë lodrash ose emisionesh ose librash ke pas fiksim kur qenë i vogël fare, se ta morëm kështu gradualisht. S'kemi as televizion, s'kemi as koca këtu me lodrash. Edhe çunke vërsysh. Po nëse duhet të shkoj thellë në familjen time po. Një 5-6 vjeç vjen pas një motor. Motor. Nuk e di ku është një motor, jo motor që motor i vogël ku. Lodër. Edhe më atë mbase si thon nga korçë englendisësh pak, shtyja kohën. Po nuk kam pas lodra kështu të dashura që të lidhesha me lodra me kukull, s'kam pas. Kishe qef motorat? Po tani i ke? Jo, jam pas shumë frikë motorat. Kam hyrë motor vetëm një herë në jetën time. Unë kam marrë një tip i shquar në atë kohë për motora nga vitet 87. Po kishte 87 motor në Tiranë ishte gjë shumë Po. Gjithë njerëzit me biçikleta. Ishte luks. Ishte luks. Pra, si me pas tani një Lambo. Po, Lambo ose Ferrari, ose më shumë se aq. Edhe ky tipi që ishte një motorist shumë i çmendur, edhe për këtë shkak kishte sukses shumë në Tiranë, me femra natyrisht. Edhe unë njëfja rrinim her pas here bashk. Ky më thot hajde bëj xhiro motor. Edhe unë hyva, edhe më ka çuar, nuk e harroj nga
nga Hotel Dajti, ke borduar, se ke borduar rrinë, nga quar motor tek sanatoriumi. Po të shkojnë atë kohë motorin se nërën, për të bëjë gjiro gjatë, kupton. Për ta shiu motorin, kjo është ideja. Pra të kaloj gjithë rrugën e Elbasanit, shkoj deri në sanatorium, në atë kohë ishte si të shkosh sot në Lushtje. Larg. Edhe me atë kohë nuk ishte trafik. Vetëm ato buza kishin në Tiranë. Ti mund të takoje makinë mas gjysore, ai ka dhënë një speci të llatarshme. Edhe që pjesa ekzibicionit. Edhe unë lutesh atij që ore ndalo se nuk kanë frikë. Ai nuk ndalon. Që ty hyjnë motor për xhiro është të të bëjnë të kesh frikë. Kur je pasagjer. Edhe që atëherë nuk hyjnë motor. Pas kanë si puna ime. Edhe unë 18 vjeç, një herë kam hyr motor. Atëherë kam qenë pasagjer. Edhe super më apo? Jo, mos po fobi fare. Të trejsoj, as bëj fjalë. Mos bë fobi fare. Kemi një shok tonë që na thot hajde ju mësoj motorin, hajde ju mësoj motorin. Ose makina është pasion tjetër. Kam një raport familjar me makinën. Gjyshi im ka qenë shofer nga babai. Edhe unë kam mësu makinën pa kurs. Edhe duhet të kem nga mamaja, gjyshi im ka qenë shkrimtar. Edhe jam po shkrimtar. Nga babai im, gjyshi im ka qenë shofer. Ka shofer dhe vjetët Korçës. Me ma une të mdhaja. Ai ka pas makinë Kozokut, ja morën pësaj. Edhe makina më pëlqen. Unë më të rri për shumë 10 orë në makinë. 10 orë pa pushim. Idem. Udhtoj shumë me makinë, shumë. Bëj minimumi 500 km në javë. Shumë mirë. Nga ikën. Tani shkoj në Kosovë, se kam punë, po kur kam mundësi e se shumë, dal shumë me makinë. Edhe kur shkoj bëj fotografi me makinë dal. Po. Se shkosh në Lushnjë ose në Divjak. Po normal. Ose në Cerrik. Cerrik, keni qenë në Cerrik kohë funit? Unë kam shumë kohë që s'kam qenë. Duhet shkoj në Cerrik, është një qytet fantastik. Unë habitem se nuk e merr kinostudio atë. Kinostudio s'kam, ta kthejmë një kështu si bulevard vogël të sheshë pastaj. Çdo gjë siç ka qenë, pa prishur, e drejtë, rregullt, nuk ka asnjë ndërtim mbi dy kate, është fantastike. Nëse. Kto janë qytete ku shkoj me makinën time për të bërë foto. Kështu shkoj. Lëviz me makinë. Shumë e bukur. Edhe mua pëlqen shumë makina. Kem mundësinë për shembull dhe Europën, mua kam bërë 2-3 herë Europën me makinë. Është bash fiksimi. Unë kam fiksimi ikje nga Shqipëria në Itali, as po po marr. Ec ndalesh, është gjë e bukur, shëve në treja, makina shumë e mirë, më pëlqen dhe mua. Në peng nga fëmijëria, moment që kujton që më ta kishe shijuar më shumë. Për shembull. Shiko, unë kam pas shumë qejf sportin. Edhe unë kam qenë në shkolla Fanoli. Fanoli ka qenë një shkollë sportive që quhen atko, sepse kishte klasë sportive. Si klasë sportive? Në kohën e komunizmit ka pas klasa të veçanta. Për shembull, nëse në një shkollë Fanoli ishin 4 klasa të 5-ta, 4 të 6-ta, 4 të 7-ta, 4 të 8-ta, A, B, C, D. Se kështu ka qenë klasat? Po, kështu ka qenë. Gjithmonë A-ja ka qenë klasë sportive. A-ja? Po, A-ja ka qenë klasë sportive. Edhe unë isha klasa A, ka qenë gjatë. Kur shkova në shkollë, përzgjodhen për klasën A. Edhe hula klasë sportive. Basketball? Volleyball. Klasë sportive do të thonë që ti të paktën 3-4 herë në javë kishte një program të veçantë ku shkoje bëje volleyball. Jo volleyball me mësues zakonshëm. Me asën e voleybollit shqiptar. Unë kam pas profesor voleybolli Leonard Tasen. Që një voleybollisti ndoshta nga 2-3 më të mirë të Shqipërisë, ishte pasuesi më inteligjent që kemi pas ne. Edhe ai na bëri mësim te Fanoli. Edhe sigurisht që shumë qef voleybollin në fillim, pastaj fillova të luaj basketboll për qef. A dy kuptoj se më pëlqen shumë voleybolli. Edhe si thoshte, gjithë pasionet time çohen basketboll, që e luaja për qef. Me gjatë voleybollin e vazhdova deri viti i parë ose i dytë në gjimnaz. Po. Derisa vrava Crown. Vrava Crown Servitje. Edhe që aty e lash. Në momentin që lash voleybollin, mora gjithë vesët e tjera që mund merrte i çun të vjeç. Nga alkooli me gjithë tjerë. Kështu e kemi nisë gjithë 14 vjeç, është periudha fikse. Qose peng kjo është, po. Nuk e kam peng sepse e di që s'kisha shumë talent për volleyball. Pra nuk do ishte bërë një fal voleybollist i mirë. Pa adoleshenca si ka qenë? E qetë, e trazuar. Përpos e qetë ka qenë, e qetë në atë kohë. Shiko. Flasim për vitet. Mas voleybollit më thënë. Jo, në kohën e voleybollit. Në kohën e voleybollit e qetë, me gjërat që mund bëhen në Tiranë atë kohë. Pa atë kohë fillon pinë cigare dhe alkool. Pra unë ka fillu të pi cigare ndoshta 14 vjeç. Edhe pinim, se cigare quaj sikur ti, më me që pije cigare ti bësh modern. Pra rritesh në një kuptim. Edhe më me që bëshim 3-4 shok, se cili shine nga një paketë cigare që se mërë në këqën, ka qenë 20 lek. Kështë qenë dursi parlamenti. Dursi, më e mirë. Dësëja. Dësëja, po.
Me aspirancën. Dësoja i quaj, po, cigara më luksoze në Shqipëri. Ishte një lloj Marlboro sot. Edhe ne ishte shtraj 20 lekë, nuk ishte pak. 20 lekë atëherë ishte si sot ishte një, nuk e di, se që 200 euro sot. Edhe nga që nuk asnjëri nuk i bën 20 lekë bashkë. 20 lekë. Mbledheshim 3-4 vetë, si më qim ne 3, secili ka 3 o 4 euro, 5 o 6 lekë. E blenim atë paqetën, e marrim kështu me shumë, edhe shkonin poshtë urës Lanës. Ura e bulevardit e madhe. Aty poshtë pinin cigare. Në qeftas. Në qeftas, se dini që ku do ta pinin, do ditë një që do thoshte, prindërve. Se normal, qyteti i vogël Tirana. Edhe pinim atë rrinja 2 orë duke pirë 7 cigare e ndanim. Nëse ishin 3, nëse zili bitër nga 7. Edhe i ndanim 7 njëri, 6 tjetri, 7 tjetri, derisa e mbaronim. Edhe kjo quhej një aventurë pa parë. Po. Si purot tani sot e kësaj dite. Unë kam pirë, aq kam qenë, këtë 14 vjeç kam pirë. Ja, unë kam nisë shumë vonë. Po poshtë urës ka lidemi, jo, ka lidemi, jo dhe Arbana. Unë kam nisë shumë vonë, 19 vjeç mund të kem shumë. Po tani e pi cigare më? Ja, kam lënë. E kam bërë gjë shumë të mirë. U bëra që vitin 2019, ditën që jam po 50 vjeç, kam qenë në Kub, në Havana, kam lënë cigaren, natën e vitit 3, se unë kam ditën për 1 janar. Natën e vitit 3 kam lënë cigaren në Havana, në vendin më të pamundur botës. Po pra, aty dhe purët. Me shumicë. Gjithë në Havana shkojnë për cigare, se çfarë mund të jetë. Për purët, po. Edhe unë atë natë kam lënë cigaren, e kam 5 vjet s'kam pirë, 6 vjet. Shumë mirë. Po pse morë këtë vendim? Kisha kohë që më shqetësonte cigare. Pra ndjeja që trupi im nuk reagonte mirë. Edhe kisha vëllu ta ralloja, por unë kam pas pi kur shkruaja shumë. Qëllonte që për një paradite, 3-4 orë duke shkruar pa pushim, unë pija 3 paketa. Se kur shkruan cigaren, kur shkruan letërsi, si se kupton dot. Shumë tepër vetë, e kam edhe unë për shembull kur kompozoj, një dhe gjë është. Dhe unë kur mbaroja një seancë shkruarin, filloja në orën 9 deri në orën 1, talla ime ishte mbushur komplet. 3 paketa. Aty e vere. Pastaj fillova ta kuptoj që mushkrit e mia s'manin më shumë. Edhe rallova derisa e lash, edhe se ndje më fare këtë. Po me alkoolin kur shkruan. Jo, nuk pi alkool. Jo, unë nuk pi alkool në shtëpi. Jo. Alkool pi jashtë kam. Po. Tani më pak, po përpara ke pas pi shumë. Po e kam ralluar atë. Për procesi krijimit përgjithësi, si kur shkruaj një libër apo kur kompozon një këngë, to patjetër diçka që të merresh, domethënë që një ves po themi, unë kam këtë tekstet, i got alkooli. Këtë tekstet e kam, po nuk piva, nuk shkruaj dot. Ndërsa muzikën është e kundërta. Ashtu duket. Ashtu duket. Edhe unë kisha frikë se po të jetë cigaren nuk duhet të lërsi. Butikte. Se kam bërë fare. Që kam lënë cigaren, kam bërë 5 libra. Pas s'ka të bëj. Nuk e ke atë mungesën e vesit, domethënë. Është tik nervor kam. Psikologjike, po. Dhe nëse ke marrë me muzikën. Dëgjon muzikë gjatë ditës apo në shtëpi jo, po në makinë nuk rritet pa muzikë. Makinë dëgjoj shumë muzikë. Shumë. Dëgjon e zgjedh muzikën apo e le çati hapi radio? Nuk jam shumë, karamarët mi më thonë që maj playlist, të bëjmë playlist në makinë, po unë s'zila bëjë edhe, përmes Bluetoothit nga celularit kaloj në playlist në makinës, edhe kështu i gjoj qa kapin radios, qa mi japin radiot, ato i gjoj. Së është se ke një rrymë, do me thënë që të pëlqen që të tërhesh më shumë? Jo, nuk jam shumë kështu i updateuar, po pëlqen çdo lloj muzike. Këngë tjetra po them, domethënë zakonisht në një këngë që të pëlqen, në lloj muzike që të pëlqen. Tjetra? Varet. Ne kemi dëgjuar shumë muzikë kështu heavy metal kur ishim në gjimnaz. Ka qenë periudha më. Sa infrash ne ishim heavy metalist, metalar. Nga kjo grupe metalare, përveç Led Zeppelin që nuk e di pse s'pëlqenin. Gjithë të tjerë pëlqenin Scorpions, AC/DC, Black Sabbath. I më mend që pëlqenin shumë ca miqtë mi, po ishin shumë të errët për mua. Pastaj dolën këto heavy, çfarë ishin që Judas Priest, Iron Maiden. Judas Priest, Iron Maiden. Nuk shkova deri aty, shumë hard për mua. Po Scorpions dhe AC/DC kisha mi doja shumë. Ne kërcenim shumë me ato. Janë më të përthithur. Se bënin party në shkollë. I përthith më mirë. Po para 90 çfarë dëgjoshin? Po këto është para 90-s kjo. Periudha më. AC/DC, Scorpions janë para 90-s, flasim vetë. Jo, ato janë para 90-s, po ju ne joinim sigurisht para 90-s. Po sigurisht. Periudha çakullonin kaseta shumë Tiranë. Pra, edhe par dje, se s'po shifja diçka, një sa këngë viteve 80 në Instagram. Ato po mendoja që megjithëse kemi qenë në vend izoluar, ne prap gjithë trendin muzikore i njiftim.
nuk e di se si hynin kasetat në Gjenin mundësinë, po. Të gjitha. Do të çdo muzikë e re që dilte në atë kohë, në Shqipëri hynte, se sot hyn kollaj, për një sekond hyn apo. Po. Por atë kohë ishte vështirë të kalon në kufit, se ne dëgjonim me radio, kryesisht, po dhe me kaseta. Ose i regjistronin me kaseta dhe i përdornin pastaj për të bërë parti nëpër shtëpia edhe nëpër shkolla. Se është parti bën edhe në shkollë, vitet 87, 88. Ka 3 shkolla. Do tip ballosh, tip kështu. Po, organizoheshim aty, merrnim band, vinte këto kitaristë të famshëm të Tiranës, Kolsheu me shok. Po. Edhe ato vinin, bllokonin mi klasë mas dite dhe bënin parti aty. Te qefi. Vitet 88, 87, 88. Ne kemi pas bërë parti me këto që janë shumë të bukura, me armë ushtarake. Me armë ushtarake. Po. Pse? Sepse ne na çonin për të bërë kështu parakalim në 1 maj. Për 1 maj, çdo 1 maj, në kohën e komunizmit organizoi parakalim. Po, e mbajmen. Shumë madh. U dilin të gjithë këto gjimnazet. Edhe trupat ushtarake bënin paradë. Dhe ne gjimnazet e mira të Tiranës, po dhe fakultetet, i merrnin për të i veshur ushtar, 1 muaj na zbonim sim. Bëni vetëm prova. Një muaj ishte muaj më i bukur i vitit ai. Përpara verës, imagjinoj. Si me rroba ushtarake, dhe rrobat ushtarake ishin gjithë mirë. Se ishim gjithë soi, gjithë barabar. Në atë kohë ishim gjithë barabar. Por prapë kishte diferenca, dikush vishte më mirë, dikush nuk kishte. Kush me rroba ushtarake gjithë super mirë. Dhe rrobat ushtarake për fat mirë atë kohë, sidomos për goca, ishte shumë seksi. Se ishim me pallona, ke për të gushtë. Po. Kështu kishte raste si puna kilotave. Të gjujt barat. Si puna kilotave kur bënin fizkulturë. Ne merrim pra të vesh ashtu ushtarak, ktheheshim në shkollë, që na sa më frashi, si shumë larg në atë kohë. Futeshim në një klasë, gjithë me rroba ushtarake, dhe lenim armat aty, si armë, kishim armë secili për nesh. Ishte armë bosha, natyrisht, armë po, kështu mos i morë. Po me Kalashnikov, e duke bë parti. Kolsheu me shok. Po, është vërtet. E bukur. Edhe pini fernet, shumë fernet. Fernet i idhët. Fernet, edhe kaçurelçi, kaçurelçi fernet me ponç. Që 13 vjeç e majme në shkollë, do të thonë 13 sa kisha hyrë vit parë shkollës mesme. Fernet se ka shumë i hidhur. Po, shumë i hidhur. Shumë i zi. Po, i hidhur. Kaçureli pastaj ishte hidh çat hedhësh. Konjak. Ponçi ishte i mirë, po shumë i ëmbël. Po. Kishte shumë sheqer ponçi. Ponçi kuqe. Ngjyrë kuqe, po. Po, e majme. Me ponçi me qumësht. Se ti ka me ponç? Nuk e di. Besoj që mund të ketë një... Nuk e di kush është pia që i ngjan më shumë ponçit. Martini? Rumi. Rumi, ja, nuk i ngjan Rumi. Rumi ngjan konjakut. Rumi ngjan konjakut, po jo ponçi është ti gjë. Do të thotë Martini mund të ngjajë çik. Shihen e ponçit nuk e kam unë. Majme që është shumë e ëmbël, ka pas ngjyrë si kështu si portokalli në kaf. Sipas me ponçi është pia që nuk e di, vetëm shqiptarët dinë më po. Unë s'kam pa ponçi. As fjalën ponç s'kam gjetur as gjë. Ja. Kuç e ka shpirë? Çfarë më thon ponç? Ponç. Kur fillove të shkruash seriozisht për herë të parë që tamam ule. Shiko, un kam filluar të shkruaj që i vogël. Shkruaj poezi, sa nga ato i kam mbrojt, edhe i ke botu? Kam bëj libër të përbashkët me Blenë Fevziun në 1991. A deri vitin 90 që të botoj libër duhet shkoje me leje. Po, patjetër. Ne ishim verë, unë isha 19 vjeç, 20 vjeç. Edhe asë kishim plan botoni, se ishim gati, edhe mi zbotohet zë më shifun të burg me gjëra që shkruaja. Sigur. Se kur shoh poezinë mia, po të botojnë atë kohë. Po nëse vitet e fundit sigur u hap pak treg, u liberalizu pak, po. Dhe kur u liberalizua mundësia për të botuar i libër, pas kishim nevojë të merr leje shtetit, 91 e mbrapa. Unë me Fezion, se ishim ngusht, ishim në një shkollë bashkë, në Gjule Rësi, bëmi libër përbashkët, që e kam akoma, që 100 ushtar. Gjysmën e librit e kam shkruar, gjysmën e librit ka shkruar Fevziu. Pra unë kam disa poezi, edhe një 2 tregime, ai ka kryesisht tregime. Edhe mblodhëm lekët, e paguam atë libër dhe botuam. Është në treg si libër apo? Ja, është libri rrallë tani. Unë kam disa kopje që më kanë ngel, po s'ke gjë. Mbas do i them Feziut edhe bind ta votojmë, ta ribotojmë atë me një parathënie, do ishte bukur. Shumë bukur ishte. Edhe kur kemi botuar libër, kemi bërë fest shumë të madhe me shoqë, me shok, shumë, ka shumë njerëz. Se ishte eveniment, vitin 91 bëi libër tatilloj, ke parasysh. Po. Kështu i kam shkruajtur shumë herët, pastaj mund të them që jam bë profesionist, pra një njeri që shkruan në mënyrë të përhershme, mas vitit 2007. Nga 2007 e tutje unë shkruaj pothuajse gjithkohë. Ne kam botuar 10 libra këtë. Po, romane. Po. Ti thosh Nishull ka qenë romani para, po.
Po, e ka qenë Romani Varri. Në 2000, e kam shkruar në 2007, e kam botu në 2008. 2008? 2008, po, në 2008. 2008 e kam botu. Ai ka qenë libër fantastik. Dhe me pa diskutonin përpara se të jepnin rekord të kamerave. Ai ka qenë libër surprizues, domethënë. Jam shumë kurioz të shkoj ta marr. Ai tregon se si u bën shqiptarët musliman. Konvertimi nga krishterë. Është temë shumë e madhe sociale edhe flet edhe historike për ca vite që janë interesuar, janë tërta, pra ato vite 700-800 që s'para tregohet shumë për historinë e kombit tonë. Se nga Skënderbeu e mrapa pastaj është çik kështu si. Edhe është libër shumë i bukur. Ndi mirë që ke lexuar. Edhe kam lexuar shumë të tjerë të librave tu, edhe më lejo të them që jam një nga fansat e tuaj më të mëdhenj për sa përket se fushë. Edhe falenderoj shumë. Po libri i parë që ke lexuar që të ka trondit në aspektin e kësaj që parë që kam lexuar që nga trondit, në trondit akoma, e kam lexuar një herë në 2-3 vjet. Është i huaj Albert Camus. Ai libër më ka trondit sepse e kam lexuar gjithmonë kohën e komunizmit, sepse kohën e komunizmit është vështirë të gjej libra të ndaluar. Ky është libra të ndaluar. Albert Camus, shkrimtar shumë i madh francez, novelist, që mori Nobel me këtë libër, me qira fjala, vdiq herët, u përplas me një makinë me botus në vet, një vdekje shumë e shëmtuar, e pamerituar, se s'po them e shëmtuar, të dy duke u kthy nga nga një takim, ai jepte makinës botusi i Camus, i rani pemë dhe vdiqën të dy. Nëse edhe atë libër kam lexuar nga mesi viteve 80, frëngjisht, se si ishte i përkthyer, edhe më ka trondit për mënyrën se si kishte shkruar edhe, si kishte përshkruar një njerëz që ne se imagjinonin dot në Shqipëri që mund të ekzistonte ai lloj njeriu, ai lloj personazhi. Është shumë i thjeshtë. Një historia një djali i cili është i huaj për shoqërinë ku jeton. Pra nuk e krijon emocione asgjë, derisa përfundon që vret një arab, edhe në fund fare e vrasin, në dënën në vdekje. Dhe kur i thon pse e vrave arabin, më i shpjegonte dot. Dhe nuk kishte keqardhje. Pra, ky përshkruan shoqërinë e viteve 60-70 perëndimore, ku njerëzit u bën shumë individualist, edhe filluan të asociohen me shoqëria. Edhe ky trend vazhdon akoma, nuk është se ai libri i mrekullueshëm. Edhe më shkruaj aq bukur sa unë lexoj tash një herë në 2 vjet. E lexon shpesh, a? Po. E ke kështu si proces këtë pjesën e këtë rileximin? Se mos pa ndonjë. Rrallë kam, po me këtë libër e kam, se ky më duket se më ka hapur një dritare që unë aty kam parë botën e vërtetë se çfarë botën perëndimore si thosh, përmes asaj libri. Më shumë se muzika ai më ka dhënë më shumë emocion. Po. Shkrimi për ty është një shpëtim. Pse shkruan, domethënë, është shpëtim, është detyrim, është një mënyrë për shprehje edhe. Është higjen. Është një mënyrë për të përveç kënaqësisë natyrisht, edhe që të jep. Sipas me është një lloj higjiene. Tani kam filluar ta kuptoj. Pra është lloj higjiene nga banaliteti i jetës së përditshme. Domethënë sot për fat keq një pjesë e madhe burra, sidomos, burrat e Shqipërisë kanë çik problem. Sipas me kalojnë shumicë kohës lirë duke pirë nëpër mejhane. Zgëqe. Edhe unë mund shkoja në këtë lloj jete shumë kollaj. Jam tërheq shpesh aty. Të rri për shkakun të kaloj ditën me 10 burra duke pirë raki. Shumë miq të mi e bëjnë akoma këtë punë. Qofse unë do shkoja kaq larg, do shkoja ditë mëngjes, do thosha ç'a po bëj me jetën time. Po. Edhe që mos e bëj të pyetje vetes, unë bëj lërësi. Edhe kjo më shijon. Shumë bukur. Në libër bënon që kur i kthehesh, për shembull thonë këtë më mirë mos e kisha butu fare. Jo. Nuk kam. Jam shumë i kujdesshëm me gjërat që shkruaj. Unë përgjithsisht shkruaj shpejt. Për shembull këtë librin tu kam votuar vjet, që Parajsa Artificiale. E kam shkruar për javë. Javë? Po. Pse duhet të çuditshme? Po, kam përshtypjen se ka një proces, ku dëgjoj. Je detajist, do të thënë rikthesh. Jo. Nuk as libri jemi nuk shkruaj një vit. Nuk shkruaj dot një vit. Shkruaj për një javë, pa ne fat sepse nisa të shkruaj libër tjetër. Borë 2 faqe, edhe ai s'po meste. Un kam disa libra që kam lënë për gjys. Pra, shkon deri diku ato ngecin. Ky ngeci, ai libri tjetër, mos sa ngeci që në faqen e dytë. Edhe s'po shtyja dot. Në momentin e ula para kompjuterit dhe e kuptova kush është problemi. Ishte teknika. Edhe ti kur bëni këngë, varet se çfarë teknike zgjedh. Përse se mund opsione, mund ta bësh rock, mund ta bësh balad, mund ta bësh ku diun çfarë, rap, nuk e di, s'jam aq ekspert. Edhe libri ka disa teknika të shkruarit.
Edhe unë kuptova që teknika që kisha nis për ta rrëfyer vetë në tret. Pra, Renisi takoi shokun e vet, të dy bashkë bënin podcaste të tjerë, nuk mesi. Nuk ese. Edhe ktheva në vetë parë. Jo, në dialog. Okay. Pra mora dy veta, Gentin dhe Renisin, i vura përballë dhe tregova dialogun e tyre. Dhe ky dialog mesi kështu për një javë, edhe për javë mbylli libri. U ktheva prapë pastaj që e lëmova, e zbukurova. Patjetër. Po lënda bazë shkruaj për javë. Po është libër shkruaj për javë. Për shembull librin i thosh ti ishte libër masiv. Mund të shkruhet dot për javë. 500 faqe. Ai shkruaj për 6 muaj. Po, 6 muaj. Me ngece apo? Jo, kam shkruar shumë. Rrithe. Kam shkruar. Ishte domethënë të jepte rrugë fantazia. Ai kuptova gjë. Prandaj të ka pëlqyer libri, dhe i pëlqen shumë njerëzve. Është shumë kështu organik, nuk ngec. Kur e kam shkruajt, duke shkruajt shumë shpejt, më duke se kur kishte librin e kisha mbajt me veten time rreth 10 vjet. Edhe vetëm një ditë ula dhe shkruajta. Ndodhe me këngët që kam shkruar. Po, patjetër, gjithmonë. Ke këngë që i shkruaj shumë shpejt dhe i ke pas ato. E ke pasur vetë ato thjesht ulesh dhe ti i kanë. Shumë drejt. Thjesht i kanë. Ka diçka që ka data, ka fakte që lidhen me edhe me historinë tjetër, gjithë librin kupton edhe duhet të jesh i kujdesshëm kur e shkruaj se mund të bësh dhe gabime të tipit ngatrim faktesh si thosh. E vërtetë, unë kam marrë shënime për të, sepse ka shumë personazhe dhe mund ngatrohesh rrugës. Pikërisht. Edhe mund ngatrohesh datat, kur lini njëri, kur vdiq tjetri. Po. Se është gjithë i lidhur. Po, e kam bërë me duke marrë shënime. Momentin që shkruaj diçka, po baja shënim për Genti ka linë në këtë datë, ka ikë në këtë datë. Ose në këtë datë u martu me këtë, në mënyrë që kur ti kryqëzoja, mos kisha, si thosh, lapsëse. Si është, po, tamam. Po. Shumë që dishme si të vjen fantazia dhe ndërlidhja e gjërave. Andesh në jeri keq kuptuar nga publiku? Për ditë. Për libra që kështu? Jo vetëm për libra, se unë kam bërë gjëra të tjera. Kam marrë politik. Unë e marrë politik shumë. Edhe ne s'do flasim politikë sot. Një tjetër mbas do e bëjmë, po sot do të jo. Sot e kemi skip politikën. Po dhe ju s'u intereson shumë. Jo, e drejtë. Unë e di për kë votoni, kështu që s'ka nevojë. Jo, për mua se di ta. Ta them mirë. Po s'voto fare. Po për këtë shkak kam shumë keq kuptime, se gjithë njerëzit që kanë qenë marrë politik për kohë të gjatë, unë jam marrë 20 vjet në politikë. Edhe aty ka shumë njerëz që edhe kjo më vjen keq, që gjërat që unë kam bërë i lexojnë në mënyrën e tyre. Edhe ky është keq kuptim që shpresoj që të lidhen patjetër me politikën. Jo, gjërat që kanë bërë në politikë kanë lexuar keq. Okay. I kanë lexuar keq. Këto janë keq kuptime që duhet të seroj. Shpresoj të seroj në ditë. Po me librat. Ndjesh keq kuptum? Për shumë në rastin konkret në librit jetosh nishu, besoj se mund të kesh as polemika. Ai libër ka pas shumë polemika dhe shumë paragjykim. Për shembull, që themi rast tema që ka. Po, shumë kështu fanatik. Rreth fanatikësh, apo grupe fanatikësh e kanë keq kuptuar shumë atë libër. Edhe më shkthyn në disa raste më shkthyn në akuzë. Pra më kanë akuzuar se u kam si thosh kam ulur një fe më shumë se një fe tjetër. Po në fakt nuk është ky qëllimi. S'është ky qëllimi. Unë kam treguar, thash edhe herë, se si Islami erdhi në Shqipëri, si shqiptarët u kthyn musliman në shekulli 16, 17, 18, dhe se si krishterimi dhe Islami bashkëtuan brenda një shtëpie dhe brenda një familje. Dhe personazhi kryesor në libër është një familje në të cilën një ditë burri shkon në xhami, bëhet musliman, kthehet ndarë te gruaja që ishte krishter, kalamajt natyrisht të krishter, dhe si bashkëtohej kjo familje me i burr musliman që u bë një ditë u kthye para syve që dihen kishte interese të tjera. Edhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Po ndodh. Një ditë burri ka ikë në qytet, është futur në xhami, është bërë musliman, është kthyer në shtëpi në fshatin e vet. Gruaja ndërkohë ishte e krishter, katolike ose ortodokse, çfarë ka. Ata kanë bashkëtuar. Edhe më vonë, edhe në librin kështu e kam. Ky burri që u bë musliman, ja mori emrin Ibrahim, erdhi në shtëpi kishte 4 fëmijë. I tha gruas janë bërë musliman. Ajo sigurisht u pa takse. Nuk ishte 300 vjet përpara. Po. Natyrisht nuk mund ta ndante se s'kishin si ndashin, edhe gruaja vuri kusht. I tha, kush i tetojmë bashkë është ky. Fëmijët që kanë lind para se të bëhesh musliman do marrin emrat e tyre. Si më thon Thanas, Mihal, John, Jin, çka. Fëmijët që lindin mas ditës së tjetër do bëhen musliman, me emra musliman. Dhe kështu e ndan shtëpinë dhe bashkëtuan normalisht. Të kam treguar libër.
A është qetësues për ty fakti që ka shumë pak, domethënë të rinjt lexojnë më pak sot e kësaj dite? Isha para për thjesht ndryshimi i epokës, nga që janë fut këto TikTokerat, rrjetet sociale të ndryshme si duhet. Për fat keq shuhesh, domethënë TikToku, Instagrami, Facebooku, Netflixi, sportet, podcastet. Po. Gjitha këto po e shkatrojnë letërsinë. Pra, për shumë shkrimtarët e para 40 vjetësh kishte konkurrencë me njëri tjetrin. Po nuk kishte konkurrencë me televizionin, ose konkurrencë me Netflixin. Se ti rrin Netflix flet 2 orë edhe harxhon shef një film fantastik. E pse do lexosh? Ai do të thonë gjithë këto artistike, shoqërore, ti kupton botën atje. E pse do rish lexosh? Pra, leximi si thosh po humbet po humb shumë si zakon. Pavarësisht po lexojnë shumë, pra rusët lexojnë shumë, gjermanët lexojnë shumë, italianët lexojnë shumë pak. Libri ka rënë shumë për këtë shkak, shpresoj ta të ringjallet. Po kush e ka fajin? Shkolla ka përgjegjësi kjo pjesë? Shkolla, familja, domethënë a duhen këto? Nuk e vetë fajin gjithë në shkollës. Ti ke qenë shkollë, do ta ngjall dashurinë për librin. Do ta bëj që ta kesh shef, më kupton? Ti ke qenë shkollë vetë, nëse shkolla thot lexo, ti do bësh kunut. Do lexosh. Kur je 10 vjeç, 13 vjeç, 12 vjeç, ti bën gjithmonë kunut sa që kërkon. Do të thosh mekanizëm rebel që ke. Do të thosh rruga dur për të ta. Shoqëria vetë gjen instrumenta që të ketë një balancë mes leximit cilësor edhe konsumimit të Instagramit, Facebookut, të Netflixit, të podcasteve. Shoqëria vetë gjen këtë ekuilibër. Po, kohët e sot në fakt nga që janë futur rrjetet sociale dhe gjithë janë aktiv në rrjetet sociale, duket sikur je demode kur lexon një libër. Prandaj po themi, domethënë është problem. Edhe në rrjetet sociale tamam praktikisht ti lexon, prapë, vetëm se nuk është se lexon romane, ti mund lexosh një status i cili është shumë fantazinë që të krijon leximin e një librit nuk të jep dot një rrjet social. Për mendimin tim, një libër të formon, kurse një status të formon. Është një status të informon. Ose ti thua sa bukur e shau ky filanin. Kjo është. Kurse libri të formon praktikisht. Pra, njëri që lexon mirë, ai përgjithësisht quhet njëri formuar. Mund të ulet çdo tavolina dhe patjetër. Shumë drejt është. Dhe ndi ke pas një karrierë edhe si drejtues televiziv, që tani nuk je më arsyet ke heq dorë përfundimisht apo mund të kthehesh prapë? Jo, s'kam heq dorë, këtë punë bëj prapë. Unë sot punoj në Kosovë, kam një kontratë me televizionin më të madh të Kosovës si konsulent. Edhe shkoja 2 herë në javë. Pra, 8 ditët e fundit kam kaluar duke menaxhuar televizionin. Kam menaxhuar ky është treti që menaxhoj. Nuk e menaxhoj kuptimin e imët, pra çan ndodh çdo moment. Po, si thosh, bëj konsulencë për të ndryshuar programet, për rrit cilësinë e programeve dhe to 2 vjet që punoj me ata, jam shumë i kënaqur. Pra s'kam heq dorë nga televizioni, më pëlqen shumë. Ke heq dorë nga televizioni në Shqipëri, domethënë thjesht je transferu, po themi. Shqipëri deri para vitit menaxhoja televizion informativ që ishte Euronews. Kam punuar 2 vjet aty. Edhe besoj që televizion ndryshoi shumë ato 2 vjet, edhe tani e ka rritur rëndësinë në shumë televizion i mirë pra. Pra më pëlqen shumë menaxhimi i televizionit. Ishte një art që zbulova që nuk e dija që e kisha. Unë isha politikan, isha shkrimtar, kam qenë gazetar shumë vjet, po nuk dija që kisha aftësi për të menaxhuar 600 veta ose 500 veta. Me thënë prova parë ka qenë Top Channel? Po, aty kam menaxhuar 500 veta, 600 veta. Ku shkova ishin 600. Edhe menaxhoj 600 veta, për cilët duhet ti futesh në punë, ti gjesh një pozicion, po. Dhe ti garantosh pagat. Dhe në biznes gjëja kryesore është garantosh pagat e punëtorëve. Po, patjetër. Si ishte pak. E arrita për 4 vjet, dëgjoj ishte eksperiencë fantastike për mua. Ishte e vështirë të E vështirë ishte për shkak se televizioni është shumë delikate. Pra, siç mund të futen në treg shumë shpejt, mund të opsohesh pa aq shpejt, nëse nuk i ndryshon gjithkohon. Edhe unë kam një parim, e kam mësuar me kokë këtë gjë, që televizionet mia janë ato që ndryshojnë shpejt. Pra nuk mund të mbash televizion 30 me një programacion, e zëm, e drejt, po. Është ti dy bëni podcast, më ftoni vetëm mua, pa pushim. Ju doni njerëz ndryshëm, pra bëni programe ndryshme. Dhe televizioni duke qenë kaq delikate, dhe njerëzit janë jo të uritur, por janë super ngopur. Se ti ke shumë alternativa sot. Në kohën e komunizmit, e vetëm që mund të kesh televizion. Pa laj thajt pëlqen do e shohësh atë. Sot e kthen ku dush. Mund shkosh në televizion arab,
Je drejtën e zgjedhjes. Shkon televizion rus, shkon televizion amerikan, italian, anglez, sa dush. Kështu që ti të merresh drejt duhet të ndryshosh programacionin gjithkohë, dhe unë këto e kam bërë. Vazhdoj ta bëj. Fus mundësi çdo muaj nga një program të ri. Ka dhe televizione që mbajnë këto, ka emisione për shembull që kanë me 10 vite që i ruajnë, edhe jashtë ndodh kjo për shembull. Ndodh ato që rezistojnë kohës, do të shkojnë bash, po patjetër. Shihet edhe me shikueshmërinë, besoj. Patjetër. Kur ka rënë që Po tregu i Kosovës si duket me tregun shqiptar? Domethënë shiko, ne kemi pasur avantazh, ne kemi qenë Kosova ka qenë një shoqëri më e hapur se ne, se ata kanë qenë komunizëm, por shumë e hapur se Jugosllavia ka qenë një vend i hapur ndaj Evropës. Pra, kosovarët mund shkonin në Gjermani, ktheheshin në Mazida. Prisin një bilet avioni, shkonin në Gjermani, shkonin në Francë, këta ishin njerëz që lëviznin. Ata mund të çonin kalamajt për shkolla, mund shkonin emigrantë. Shkonin emigrantë në Gjermani dhe nuk i thoshte shtetit, nuk i vriste. Kurse ne se kishim të mundsi. Shoqëria ka qenë shumë e mbyllur. Po megjithëse ka qenë shumë e mbyllur, ne kemi pas zyrtare ka qenë televizioni italian. Kurse kosovarët kanë marrë ushimin si thosh artistik nga televizioni jugosllav. Po. Televizioni jugosllav me televizioni italian në vitet 70-80 ishin si të krahasos sot ku diun Italinë në futboll me Kamerunin. Po. Nuk krahasohet. Televizioni italian që kemi konsumuar ne. Për shkak se ne shihim televizion italian, që Tirana, po, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Vlora, këto dinë italisht gjithë apo? Unë kam mësuar italisht nga televizioni, unë s'kam mësuar italisht. Edhe unë ashtu, nga televizioni be, nga rai. E kur Shqipëria u hap, televizionet tona imitojnë televizionin italisht. Se këto imitonin tjerë. Patjetër. Po televizioni italisht vitet 70-80, kur u fut Berlusconi në lojë, sipas me një televizion më të mirë në Evropë. Sot nuk janë më, me drejt, po. Po në kohën e Berlusconit, kohën e art Berlusconit, ishin më të mirë në Evropë absolutisht. Ne imitojmë atë standard, edhe ngelem aty, ose kemi ngel akoma aty. Po. Kosova se kapi të standard, edhe televizionet e tyre janë të mira, por nuk e kanë të cilësi. Ata kryesisht na shohin ne sipas tyre dhe përpiqen të bëjnë televizionin që bëjmë ne. Kuptoj. Por më tepër tregu pak i vogël dhe kosovarët ndryshe nga Shqipëria, bizneset e tyre nuk marketojnë shumë nëpër televizion. Pra nuk mendojnë akoma që të marketosh në një televizion ose në një podcast ti fiton. Nuk fiton vetëm ai, fiton edhe ti. Kjo në Kosovë nuk ndodh, tregu është pak i vogël. Do të qenë i vogël, pagat janë më të ulta, edhe mundësia për programe më të shpeshta është pak më e kufizuar. Po tani që menaxhon duhet mirë. Po tani që menaxhon një televizion në Kosovë, domethënë je përpjek që ta fusësh dhe këtë ato janë duke bë. Po përpiqem të ndikoj, se unë s'marr vendimin në fund, unë këshilloj që të ketë programe sa më të mira. Ç'o opinion ke për përmbajtjen televizive që kanë televizion në Shqipëri? Tani për momentin. Kohët e fundit. Se duket sikur është kështu si bardhëzi, ka o politik ose ka shumë politik, ose këto po them programe, spektakle që janë pa përmbajtje fare, kanë vetëm hallën e klikimeve. Ti je dakord? Është normale kjo gjë. Është normale. Jo, unë kam bë vetë të gjë kur jam qenë, unë kam bë vetë. Unë kam fut shumë të modë klikimeve. Jo, s'ka asgjë të keq të klikohesh, por që të jetë qëllim vetvete, po them edhe pavarësisht përmbajtjes së emisionit. Kthej në moment qëllim vetvete ose në një lloj qëllimi, sepse ka një arsye financiare nga pas. Domethënë, nëse një televizion po themi për shkak të views të shikimeve që merr në YouTube, po fiton 50.000, 60.000, 100.000 euro në muaj, kjo është biznes. Po, është tamam është biznes. Në momentin që kthehet në biznes, ti do të ushqesh gjithkohon që të fitosh sa më shumë. Se nuk është pak të marrësh nga YouTube 50.000 euro në muaj. Ka televizionin që i marrin sot në Tiranë. Po. Marrin edhe më shumë se aq. Do të marrësh 50.000 euro në muaj, do thotë që paguash minimumi ja 60 vet. Paguash 60 vet edhe 10% në kompanisë, ose 20% në kompanisë në disa raste. Pra, ka një arsye financiare pse bëhet kjo gjë. Edhe unë si paragjykoj televizionin që shkojnë mas klimeve. Në fund fare, të gjithë janë treg. Gjithë janë treg. Njerëzit po nuk duan shohin ty, shohin mua, shohin ty. Mos u bëni përpjekje më e madhe për shkakun që të jetë edhe synim klikimi, po edhe të ketë një vlerë edukative, domethënë. Ne në këtë rast bëjmë dhe i paragon me artin ose me muzikën përgjithësi, po themi, se muzika më komerciale është ajo që klikohet më shumë, ndërkohë që një muzikë që mund të ketë më tepër vlera klikohet më pak. Domethënë është më saktë që të japësh vlera, të dëgjosh vlera. Tregu seleksionon. Lady Gaga në partinë në Brazil. Po. 2 milionë gjysmë njerëz. Po, Lady Gaga Unë dëgjoj Lady Gaga. Ka ndryshuar shumë rrymë muzikore këtë fundit. Unë nuk e dëgjoj Lady Gaga. Po. Unë kam pa vetëm një herë i binte pianos me Stingun.
Më pëlqen shumë e pjesë, Stingu i rriten këngë, unë e du shumë Stingun. E kjo e binde pianos, edhe ai shifte si një idiote këtë praktikisht. Ishi komplet si idiote. Pra thta, kur e shifja Stingun thosha, po ky shnequr. Edhe ai është siklet. Ai këndon një këngë Stingut shumë keq. Po 2 milionë gjys brazilian që shkuan ke Rihanna, ke Lady Gaga. Për çfarë shkuan? Për shkak Spotify dhe për shkak YouTube-it. Edhe Instagram sigurisht. Po YouTube, Spotify, ndushin nga njëftin. Pra pse të shkonin aty? Se 2 milionë gjys njerëz praktikisht aty vetëm 50.000 veta kanë dëgjuar çfarë thotë. Pjesa tjetër po. Pjesa tjetër ishte vetëm për të gjendë aty apo jo? Party. Pra nuk i ikën dot kësaj gjëje. Dakor. Domethënë është pikë pyetje që unë nuk thash që Rana bën muzikë mirë, thash që Rana është masive, është popullore, këtu popularizohet përmes krijimeve. Di çfarë dëgjoni për shkakun? Ne dëgjojmë, ne jemi kush këngëtari që dëgjon ti më shumë sot në botë? Jam kurioz. Mirë emër. Po ne jemi ke klasikët, megjithëse edhe ke modern. Për shembull, unë po them në rastin konkret, unë dëgjoj shumë momentalisht, po them Coldplay për shembull. Coldplay, po. Ata janë edhe komercial, nuk është se janë. Ja, edhe komercial. Janë po fund. Si ka Martin? Chris Martin. Chris Martin. Edhe më pëlqen shumë, disa këngë tani. Ja, për shembull që janë grupe edhe që bën muzikë. Pra ne po them që këngë Magic para një 10 vjetësh, ajo është fantastike. Ai është ndryshimi që bën nga muzika. Që ky është një magjistar në cirk apo jo? Që ngren ajër ato. Këngë e bukur shumë. Kjo është ideja, domethënë janë në rastin e Coldplay për shembull, që është dhe muzikë cilësore që po ti hysh nga ana kritike nuk ka të çfarë, por nga krau tjetër edhe komercial, do ishte bukur që të ishte kjo e mesme. Po është rock modern apo? Rocker është ai. Po, rocker kanë që fillimisht kanë bërë albume rock, pastaj kaluan pop rock, pastaj kaluan edhe disco, mund të themi, këngë disco. Si mendon, media është më e pushtetshme se vetë politika? Jo, në Shqipëri edhe pak. Jo. As në Amerikë nuk është. Zgjedhjet e fundit e provon në Amerikë, as në Shqipëri. Nuk sidomos Shqipëri nuk është e pamundur. Domethënë, media jashtë politikës s'ekzistojnë dot. Është e pamundur, nuk ekzistojnë dot. Mendon se media gjithmonë gjen mënyra për të kontrolluar ose për të sponsorizuar. Mendon se politika kontrollon shumicën e televizioneve shqiptare? Në një kuptim ose në një kuptim tjetër, po, patjetër, absolutisht. Janë të influencuar, domethënë. Gjithsesi ka nevojë politika për media. Kjo është e dukshme apo? Po. Kjo është e dukshme. Pra, sikosh televizionet shqiptare janë pluraliste, pra të pavarura vetëm pjesë e argëtimit, show. Po. Puna e politika nuk ka një politikë editoriale kështu të pavarur 100%. Po. Edhe politika ka nevojë për median. Imagjinoj politikanët pa ka nevojë shumë për median, sepse është marketim i hapur. Pa dalë televizor, pa shkruajt në portale. Kur jem politik mos dalësh në televizor, në media, është si një lojtar që një futbollist nuk del në fushë. Është një gjë. Sepse fusha ajo, kur janë në televizion. S'pa njëri. Po, patjetër. Ne kemi dhuratë për ty. Simbolike, kjo është nga të fortit, është nga sponsorat tanë. Çfarë është kjo? Bëjnë sa do të kesh i kapele aty. Po, më pëlqen shumë. Kanë motive patriotike kombëtare. Shumë dur ato. Nona, Naza është nona. Imitacioni Nazës. Ato janë sa letra që janë me figurat, po, janë me figurat. Pëlqen Bigjozi, lung kështu letra? Jo, unë s'di luj me letra, kam as luj tavëll. Shumë. Edhe Zara, kur ishin në gjimnazi, thon. Pa lek apo pa lek? Tavëll pa lek, kurse Zara me lek. Po, kam as luj kam mbulluar libër para 2 vjetësh, quhet 41 sekrete, ku kam tregu historinë e 41 personazheve. Njëri i cilëve është Edvin Zharci, nëse e njihni. Edvin Zharci është me origjinë hebreje. Po. Kanë vetëm hebrej që ka pas Shqipëria. Babai vetë ishte i përkthyesi nga më të mirët e Shqipërisë. Ka përkthyer librin ndoshta më të bukur të 100 vjetëve të fundit, 100 vjet vetëm Markezi. Ai ka përkthyer. Ai kemi lexuar atë libër, Robert Zharci. Nëse çuni ti ishte shok me mua në gjimnaz, edhe kanë treguar këtë histori, se si dilim nga rapa ka qenë fushë zezë se shkolla sa i Frashërit. Po. Edhe lunë me Zara aty. Ky ka qenë shumë i fortë. Edhe është takon tjetër, se është e breke për të. I takon tjetër. Atyre i gjitë shumë dora për lek. Edhe ai fiton gjithmonë me mua. Edhe këtë histori kam shkruajtur në këtë librin 41 sekrete. Po kështu me letra nuk di të luj. S'jam shumë smarvesh. Gjithsesi i falenderojmë Fortit që na japin për krajen. Falenderojmë edhe Jack Daniels për krajen që na japin gjithmonë në podcastin ton. Gjithashtu edhe Lazarway. Po, falenderojmë edhe Klar. Falenderojmë, kemi shumë falenderime, jemi shumë të
Të përgëdhelur nga mbështetja e juaj. Faleminderit për suportin, jeni shumë të mirë. Ben, ke akoma në ëndër të paralizume? Kam një, ose 2 më saktë. Nuk e di edhe i bëj dot në herë. Njërës dhe bëj dot sigur, po njërë edhe mundet. E para është të bëj film. Për të bëj regjinë i filmi. Të skenari mund të bëj, po regjinë. Për të di po shikoj film shqiptar që më pëlqeu shumë edhe thash, po sigur ta kisha bëu këtë film. Edhe dyta është bëjmë... Kjo është e mundur, kjo... Thjesht dojë çik iniciativë, Dojë pa iniciativë, sepse të bësh një film do mobilizim. E do lek, sigurisht. Patjetër. Së shumë kollaj. Po do shumë mobilizim, për du të kesh një trupe 30 herë. Një figurë si figura jote i gjen kollaj, ta themi ne. Dhe dyta do kisha qetë isha trajner futbolli. E paska atë. Do më pëlqente shumë. Pse do më pëlqente që trajner futbolli? Unë futboll e shoh, nuk shoh shumë, shoh vetëm një ekip tani. Vetëm Liverpoolin shoh. Shumë mirë. Nuk shoh asnjë ekip tjetër prej shumë kohësh, po. Edhe po ti je trajner, do të jetë fantastike sot. Pse? Se ke rësisht kesh 11 veta që ti i bën si të dush. Për pushteti që kemi ata. Ti thosh, do vraposh këtu, do shkosh aty, do dil këtu, kur të dali këtu, dil atje. Kjo është fantastike. Edhe aty duhen trajnerët e mëdhenj nga trajnerët e rëndomt. Ta kuptojmë. Patjetër. Ke edhe ca stol që thosh zhvishu tash, se do futesh fush. Po, është pushteti jashtëzakonshëm, ëh? Urdhri. A ki parasysh të shohin 1 miliard njerëz. Ja, ti je trajner i madh si këto Klopp edhe Ancelotti me shok, çap. Ata janë gjeni praktikisht. Ja. Se nuk është puna se luajnë futboll. Ata ndërtojnë një skem që gjithmonë fiton. Kjo është pushteti. Mirë, këtë dytën s'ke për të realizu, kjo e fe vetë. Se bëj dot, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Po pres këtu në Shqipëri. Po pres në një nga këta miqtë e mi që kanë ekipe futbolli, po pres dështojnë. Ja thash një miku tim, po. Para se dilësh, i thash që derisa të më caktosh me trajner të ekipit atë, do të dështosh gjithmonë. Pse më thamu? Sepse i thash që unë tash jam talent për çfarë? Për të ringjallur kompani që i shkatrojnë pronarët. E ti thashin duke shkatruar klubin tonë, ma leta menaxhojom. Po mirë, paske po havin e parë, domethënë. S'do më jap sigurisht, nuk do më jap. Si mund të vinë ofertë për drejtues klubi sportiv. Do më pëlqejë shumë. Shumë bukur. Po. Ose të blesh futbollist. Nuk duhet i ashtu po si. Duhet se këto tërtarë sklevrëve të viteve 700. Ke parasysh që shkojnë në Afrikë dhe zgjedhin fiks. Kush më i gjatë si ka dhënë. Trupat, po. Edhe do pëlqejë. Pa me mirë kuptim e them të, se ta janë sklevrë. Po janë një kuptim sklevrë modern. Ja, sklevrë modern futbollist. Shiten, bien, e njëjta gjë është. Ja, sklevrë modern, ata vrapojnë për ne nga 10 kilometra në ditë. Çfarë sklavëri është. Dinë mirë fjalës, ata janë milioner. Janë sklevrë të pasur. Si gladiatorët në kohët Romës. Ja, fiks gladiator. Ata janë gladiatorë vdisnin, rrezikonin jetën, sot marrin miliardat. Po në logjikë njëjta gjë është. Shef turmat, shef turmat. Po dhe gladiatorët ishin vërtet në kohën e Romës. Po masi arrin një stad, ata i lironin. Qëse nuk vdisnin, i lironin. Dhe kur i lironin, ata bërë gjithë pasur. I mbanin mirë. Ke parasysh ata kishin figurën. Ke qenë në Koloseumin me Romës? Po. Tani imaginon Koloseum në atë kohë mund ishin 50.000 veta. Edhe femra, se Roma ka qenë qytet liberal. Nuk ishte në Arabi Saudite, Koloseum ishte në Romë. Tu ka qenë qytet liberal, aty shkonin edhe femrat. Tani më në kur as skleverit liroheshin se sa sukses kishin me femrat. Para 2 vjetë, po vërtet është. Shumë e drejtë. Vërtet është. Kalon nga ferri Parajs direkt, çu. Po. Kontrast i frikshëm. Ato synonin Afrika për jetën. Ato synonin. Gladiator modern. Futbollist. Ashtu është. Në hobi tjetër bën ke përveç fotografisë. Mirë, dhe sportin e paska. Edhe podcast është një hobi, u thash. Podcast tashin pse nuk ta bëj podcast vetë? Podcast është do shumë lekë, me thon drejtën. Jo, nuk është punë lekësh. Nëse është çështje lekësh fare, podcasti bëhet në nëse për filmin do donen ca financa. Podcasti bëhet në një dhomë kuzhinë. Po. Seri, do të thënë, më duket se do bëj podcast e do zihem me gjithë ato do ftoj. Po edhe kjo. Po një herë kjo po pastaj do bëj më. Dhe për shkak të zihesh sot me mua, edhe më ngacmon. Ne do të më respektoj ftuar. Unë do i them dikujt që ore mos shko ai sa i ngacmon. Si Shqipëria kështu është, ëh. Kujt mund zihem edhe ka njerëz që e pranojnë ngacmimin. Ka njerëz që pranojnë ngacmimin. Çfarë ka patjetër edhe smaron njerëzit ku. Patjetër. Bënë shumë faleminderit që ne shiqim ftohtë. Ne shiqet kishim. Që ne këshill për të rinjtë sotëm që lexojnë pak ke apo s'ke fare. Duke është vera shumë i vjetër, po t'jap këshilla për. Drejt është kjo. Nuk do ta bëj këtë. Po sinjat e mia e tregojnë moshën, pse do ta them? Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, respekt. Merci.
Respekt. Shpresoj të lexoni të librat e mi. Patjetër që po, do të marr edhe tjetrin. Se do të fare albumin tim. Ky është në treg me njëra fjala. Po. E di që nuk Ku gjejnë njerëzit në ky është në treg, ky shitet. Po. Nuk besoj se blen shumë njerëz, është pak i shtrenjtë. Sa ka çmim? Është 50 euro. Po. Por ku i dihet? Më ka njerëz që duan fotografinë. Po ka fotografi shumë të lezetshme, besoj që. Shumë bukur. Ja shihet për të shumë. Ti do të pëlqejë, ti je katolike apo? Po. Kjo është kishën e Laçit. Shumë e bukur. Shnano. Shumë e bukur. Po na tregoni Shumë e bukur. sa foto tjera apo Keni kohë? nuk tregoj po. Kemi kohë sa dush, kemi limit kohë fare. Ju po mbyllën se unë s'kisha çfarë thosha. Jo. Mendoj që ti s'do të flisim më shumë. Jo, flas për çfarë dush, po Nga që folim për atë çunin llapush. shikoni këtë për shkakun. E kupton ku është? Kjo është në qendër, Kjo gjitha është dy Bajrami, po. Tregojmë çik kamerës. A shift? Po. Ky djalë i vogël? Tani pse Të gjithë vlen kjo foto, se të gjitha përkulur, ai është po i përkulin këtij pra. Pra ky se thosh është në fakt kështu do të jetë. Ti fëmijë do të përkulin gjithë to gra. shumë e bukur. Vetë vazhdon të jesh ateist, vënë, ë? Unë jam ateist i thekur, po. I thekur fare. Ja, kjo është një foto e kam bërë te Bulevardi i Ri. Po lut me topë çun, ha? Po një çum po lutem me top për qet vetë dhe unë e paç dhe fotografova. Po ta shohësh? Gjë që nuk shef shumë kohë të fundit. Jo, them diçka për fotografinë. Domethënë fotografia është praktikisht Shikoj bëna, del fotografia aty ku e ke thënë? Se ke ekranin po, përballë. tani del. Po. Fotografia është një detaj. Pra, kush detaj këtu? Duhet sigur topi po rri mbi Hije. të shkopin. Në fakt kjo është një hije, po. Është një hije. Kjo e dallon një fotografi të mirë nga një fotografi, po themi normale. Shumë e bukur dhe kjo. Shumë e Po bukur. kjo është një djalë. Do tregoj këtu. Unë kam bërë nga lart, pra kam qenë 4-3 si thosh. Ky djalë volum në basketbol poshtë. Edhe hija është më e gjatë Jesh se më ai e vet. gjatë se ajo vjetre, Shumë po. bukur. Pra ky po shkon si thosh, ky po rritet. Hija rritet. Shumë e bukur. Po. Shumë bukur foto. Beno ti shkrep bardëzi apo i editon, pastaj i kthen bardëzi. Kjo është mi fol. Ja do t'rregoj, kjo është mi fol, ura mi fol. E ke qenë herë? Po, po. Tani skalohet më këtej, se kjo është rruga e vjetër për shku në Vlorë. Po. Tani është autostrada dhe skalohet më. Po. Po kjo është ur shumë e bukur. Ura mi fol. Po i çka ka dashur ti poshtë urës. Jo, ky po kap të peshk. Që ka të gjujt Po, peshk. se kjo ur nuk përdoret më. Edhe po kap të peshk këtu, ja. Pesin gjasë kur po bodhen e gjë tjetër. Jo, po kap të peshk, ja, nuk po bota ato që mendon. Fotografitë unë shkrep normalisht me një aparat, Nikon, që ishi përdorur. Edhe, po, se vlet përdorur. Edhe ka bile edhe një pull, një lentja, që ishi përdorur, lentja ka marrë një pikë të vogël. Tipie. Edhe kur printohen shumë mirë fotografitë, pika nga herë duket. Duket. Disa fotografi nga bën me këtë aparat. Po, sigurisht aparati është me ngjyra, pastaj ti i kthen kompjuter. Bardëzi. Bardëzi. Dy vajza këto? Apo Jo, ky është qift në Tiranë. Pëlqen shumë këto, janë shumë kështu, Ja, trendi që shumë metroseksual që quhet. Pa, ashtu pra duket. Janë shumë metroseksual. Shumë Shikoj. lezetshme. Shumë moderne. Po të shohësh më shumë flet muri. Pra hijet e këtyre dhe aty është detaj. Shi si janë. Pëlqej ka të fotografosh dhe hije. Unë pëlqen shumë fotografoj. Ka. Unë po hija Misteriozitetin edhe e kjo vet. shive kjo ka më inoj këtë pak të zhgravinën në mur. Kjo është punë vet. Patjetër. Shef? Ndërkohë detaj nga mbrapa jep atë. Shumë e bukur. Edhe kjo hija që i kalon Se ajo. dihet duket tu. Çka ka lëpirse? Ka një lëpirse, po, ka një Hija lëpirse. që lën lëpirsja. Ky është një psikopat nga Preza. Ke shkrep edhe Ky është Çfarë një mur. personazhi ka Çfarë shkruar? personazhi është ky? ua, shumë e bukur. Pra unë kalova isha në Prez, tu lart, keni parasysh Preza. Po. Ku shiven avionat Po. që zbresin në Rinas. Edhe duke ecë makinë, ku shoh këtë burin me mur. Është kalash kjo? Mur, është një mur. Kjo është një mur Është mur shtëpie, shtëpie, mur okay. shtëpie, po. Ky është dalë me murin e vet apo pi cigare. Është pak strange kjo. Shumë e bukur. A kam dhe një tjetër që do të pëlqej, që ka pëlqyer shumë njerëzve. Edhe atë kam bën Prez. Edhe ai është kurse ky është një ndacak që rri ke xhamia Rrugës Kavajës çdo ditë. E kam pa. Po. Shikoj. Ua. Hijet i pas ke shefi herë, hijet që kanë. Hije dhe shënimet muri kam qenë, përdor shumë. Se muret e Tiranës janë të gjitha të zgravitme. Shumë bukur. Ben libri i parë është me fotografi? Ky është libri i parë, po, albumi i parë me Albumi me fotografi. Libri. Ja dhe një tatuazh, kam shumë qejf këto tatuazhe. Aha. Shumë Shumë stil. Do stil. të vizitoj në herë. Ke Shumë stil. tatuazhe në Kuris? Jo, s'kam vetëm këtë nga krahët, kam Do të gatë. vizitoj. Do të pikturoj them. Perfekt. Shumë bukur, shumë bukur. Kur do nxjerrësh albumin tjetër me fotografi?
Po ka 50.000, domethënë. Jo, shiko. Duhet të nxjerrësh herë në javë. Jo, se çita serioze këtë punë 50.000 fotove. Domethënë, për më shifrit të foto, unë mund të kem bë 50 shkrepe. Po, e kuptoj. Ke zgjedhur ato që është më 50.000. Po, si personazhe mund të kem ja 5.000 patjetër. Po. Ose 3.000, ka 2-3.000. Po edhe 2-3.000 se më pak. Jo, nuk jam pak, sigurisht, nuk jam pak. Po kështu i editon fotot masi editon një çik përveç Kjo është në Krujë, prerjes, për shembull. kornizës. Me që dyqani historisë, pra Po këtu çfarë, libra çfarë? Me Stalin, Lenin. kjo është dyqani i vjetër në Krujë. Në Krujë është. Po. Edhe ky në vitrinën e dyqanit ka vënë revistat vjetra kur Stalini, Lenini, Mao Zedong, po. Engelsi, Marksi edhe këtu dihet në partizan. Ky është pronari. Tip komunisti. Jo, këta në Krujë tash është relike. Pra mund të ishte revistat vjetra, fotografitë vjetra, mund të Pasi kishte vënë për pasionin e vet. Jo, kjo i shet. Dhe është ky dhe vet. Tu. Pronari, gjysmë hije. Prap me hije. Jo ke personazhe, po ke mbushje personazhit. Ai se thosh rreshtuar me ata. Pra është bashkë me ata. Dhe unë të e quaj dyqani i historisë. Këtë foto. O ke vendos gjithë nga një emër domethënë. Po çdo foto ka një emër. Çdo foto ka Po një si emër. kishte i prezës e ke mure? Më le ta gjej këtë se do ta gjej këtë. T'ja tregoj këtë fotografi. Ky është një gjë që mund të pëlqejë ju. E keni dëgjuar se për festivalin Tekno që mahet në Kavaj. Po. Vil Bashtov. E ke dëgjuar nis? Po. Unë kam shkuar aty. I shifrit atë tre duke u puth. Janë një çun dhe 2 vajza. Ma shikon? Kjo që ka të mush durët, kjo poshtë. Si ka të puth. Deri para 2 vjetësh në Vil Bashtov të Kavajës, marrë festival Tekno. E di. Tekno diçka, se varet si quhet. Festival Kokrash, i thonë këtej nga Tirana. Edhe unë e mora vetë shkova aty. Ishin rreth 2.000 vet. Tani shumë me çadra, ha? Ata flinin për çadra. Po. Gjysma ishin lagurisht natyrisht. Normal. Shumë të lodhur nga nata, unë shkova në mëngjes. Ala Woodstock-shë. Ala Woodstock, po tamam, Woodstock 69-ta. Po, çam bëri përshtypje. Edhe pra ne kam bërë fotografi. Përveç se shumë të lirshëm, pra ata gjithë natën Patjetër. Çfarë me njëri tjetrin. Në mëngjes kishin vendos një tur që pastronin plazhin. Se la ndotnin shumë plazhin me ushqime dhe me lloj-lloj gjërash. Në mëngjes e pastronin. Po çini ky zetor. Ky zetor ja merrni atyre fshatarëve të zonës. Do të bënë pastrim. Edhe e mbushin me plera që i grumbullonin dhe shkonin i pastronin çdo mëngjes. Edhe pas me pikë të ruzë. Ata rrin një javë atje. Kur iknin nga plazhi, e linin plazhin më të pastër se ç'i kishin gjetur. Bravo. Pra megjithëse ishin kaq të lodhur, që konsumuar nga lloj-lloj drogash. E kishin këtë kulturën me pastruar ambientin që bën. Absolutisht. Shoqëria e lirë shumë. Bravo, shumë e bukur. Të shqiptar apo? Janë tuaj. Janë tuaj, do të ishin italianë tani se mëmen. Po do gjetë. Ne kemi zogjë e bukur. Kjo është në Durrës. Shumë e bukur kjo. Kjo fotografi. Është bërë ndimër. Super. E ke pasur ai Sfinksi i Durrësit? Po. Ky Sfinksi. Sa i vogël duket. Se është kapja e fotografisë aty. Shumë e bukur. Burrë. Po ja zgjedhë këtë personazhin e çmendur të. Po mos nuk duhet të tregojmë gjitha? Ky është. Ky është në prez. Edhe ky në prez. Sa e bukur. Po. I kam bërë me ditë me ato që të tregova. Që kam mush preza me me njerëz që ditshëm. Ky jeton te Kalaja. Keni shkuar në prezë me? Po. Në Kalaja, po në Kalaja edhe ishte një lloj ndacaku. Ishte një ndacak, pra njëri i pa shtëpi besoj. Po shi sa egocentrik sa kështu sa. I cili jetonte duke pi cigare që hedhin tjerët. Pra këtë bishtin e cigare që ky po pi, unë e pash që e mori nga toka. E hodhi dikush ky e mori. Dhe unë isha me mikun tim fotograf, një fotograf shumë mirë nga Kosova, shumë të dy për të fotografuar në brez. Edhe ai i thot që vej dorë kështu, si dylbi. Po. Se do të japi cigare. Edhe ky e bëri. E ja kjo është fotografia. Shumë e bukur. Si ja ke vënë emrin kësaj fotos? Ti ja kam vënë Dylbi e Marzis. Shumë e bukur. Dylbi e Marzis. Shumë e bukur. Sepse secila nga këto fotografi ka një story. Pra, fotografia është e bukur, ka një story, kjo çfarë tregon. Patjetër. Suksese. Jo, ne u kënaqëm shumë. Ne u kënaqëm shumë. Mos lodhem ne ty. Jo, fare, më pëlqeu shumë biseda. Shumë faleminderit.
Patë diçka vështirë me art, duke pas parasysh të rrugët të labirintit. Tha. Lodhëm i qik, po faleminderit që Po ti do në asnjëri nuk do votoja për asnjëri. Me ato që pash sot. Ishte një ferr. Ishte ferr. Shumë faleminderit për respektin që na bëni. Shumë faleminderit. Kënaqësi që ftuat. Njerëz bukur, shihemi episodin tjetër. Ciao. Tschüss.